Shenjat e horoskopit, të cilat do t'ju tregojmë, duan të dinë gjithçka dhe asgjë nuk u shpëton. Janë kurreshtarë dhe kanë tendencë të fusin hundët edhe në punët që nuk i shqetësojnë, qoftë për thashë theme. Binjakët, është shenja që zakonisht ju vjen në mendje e para. Ai është një person që çmendet pas thashë themeve. Ai dëshiron të di gjithçka, asgjë nuk i shpëton. Ai mund të mësojë gjithçka për të gjithë. Edhe nëse ai është duke folur me ju dhe disa të tjerë po flasin pak më larg, dijeni se ai patjetër po dëgjon bisedën e tyre dhe po dëgjon ata që ata thonë. Është me shumë detyra në përgjithësi dhe mund të bëjë shumë gjëra në të njëjtën kohë. Ai mund të flasë me ju dhe në të njëjtën kohë të dëgjojë të gjitha detajet në bisedën e njerëzve të tjerë. Akrepi, i dyti në listën tonë për kace, akrepi dhe jo pa arsye. Po flasim për një shenjë që i sheh thashë themet pjesërisht si një mjet antispionazh. Sa më shumë të tij aq më lehtë më të mbrohet. Ai ju ka në dorë dhe mund të përdorë atë që di për ju në çdo kohë dhe moment kundër jush. Akrepi, edhe pse nuk do ta kuptoni, dëgjon çdo bisedë, ai vëzhgon dhe monitoron gjithçka. Demi, e mbylli me një surprizë. Demi në përgjithësi mund të duket serioz dhe i matur, por duhet të dini se i fusin hundët kudo. Dhe kjo sepse i pëlqen të përfshihet në çdo gjë, është plot dyshime dhe nuk i beson askujt. Dhe po, ai ngjan shumë akrepit në të gjitha këto. Ka kuptim, pasi këto shenja të zodiakut janë të kundërta dhe kanë disa elemente të përbashkët.